me neve sot, doktor Samir Exhepi, neuropsikiatër. Faleminderit që keni pranuar ftesën edhe që jeni me neve. Mirë se ju gjeta dhe shumë faleminderit për hapësirën mediale që e ndoni për shëndetin mendor, që është shumë e rëndësishme dhe është një pjesë shumë e rëndësishme e shëndetit tonë të përgjithshëm. Për ndryshe me vitet e keni menaxhu, keni qenë drejtori i qendrës shtëpisë, faktikisht qendrës shëndetit mendor në kryeqytet apo jo? Kam qenë kohën e fundit drejtori i qendrës për shëndet mendor, ka 2 vite që jam pensionu, edhe tash po vazhdoj me punu vetëm kështu privat. Si profesionist, me atë se çfarë edhe atakoheni çdo ditë në përgjithësi, edhe pse nuk është bërë ndonjë hulumtim, por si e vlerësoni shëndetin mendor në vendin tonë? Sa i përket shëndetit mendor të popullatës sonë, po flasim për 2 ngjarje të mëdha të cilat kanë ndikuar në masë të madhe në shëndetin mendor në përgjithësi. Është lufta, edhe pse edhe periudha e para luftës ka qenë mjaft stresuese, ka qenë një apartheid, me thonë, mandej e kem pas një luftë jo shumë të gjatë, por shumë të rëndë, dhe periudha e Covidit e cila njësoj ka qenë stresuese, se ka kërku një mbyllje të plot, ka qenë një frikë që tash pas tyre viteve po shihet se ka qenë pak iracionale, mirë po. Pastaj humbja edhe më të dashurve, sepse humbja e më të dashurve është ajo normali, se gjatë luftës kem pas masakrat maja, mungesa e gjetjes kufomave, gjitha këto ndikojnë në mirëqenien e shëndetit tonë mendor. Ndërsa gjatë Covidit kem pas humbjen e personave të dashur, ka qenë një mbyllje që shpesh nuk ke mujt asnjë përcjellje që e bëjmë në aspektin tradicional, një numër i madh i tyre s'kan mujt me i kry këto, dhe normal, por mbi të gjitha ka qenë ajo mbyllje e cila ka ndikuar shumë, se niveli i frikës ka qenë shumë i lartë. Shumë i lartë. Për ndryshe, pas luftës ne nuk kishim psikolog, psikoterapist, të themi të shumë në vende. Shumica e njerëzve, sa i përket problemeve të shëndetit mendor, ju drejtonin psikiatrëve, neuropsikiatrëve, edhe pse duhet të drejtohemi, por për me ditë dhe me pas të qartë, nëse mundesh pak me na tregu dallimin mes të psikiatrit, neuropsikiatrit dhe kur duhet të drejtohemi neuropsikiatrit. Neuropsikiatria është lamie e cila unë jam gjenerata e fundit si neuropsikiatër, kur neurologjia dhe psikiatria kanë qenë si një fushë përbashkët e specializimit. Më vonë është ndarë neurologjia si fushë e veçantë edhe psikiatria si fushë e veçantë, ashtu që kanë qenë psikiatrat e ri të fokusuar kryesisht në specializim në fushën e psikiatrisë. Ndërsa nëse duhet një shpjegim më i plot është ndërmjet psikologjisë edhe psikiatrisë. Se është një fushë, me thonë, sikur se mishi edhe ashti, cilat shkojnë bashkë. Në botën më zhvilluar, numri i psikiatrëve është shumë më i vogël, ashtu që trajtimi, mbështetja, përkrahja e individit, një përkrahje psikologjike është shumë më e lirë nëse kryhet prej psikologëve. Numri i psikologëve është shumë më i madh, numri i psikiatrave është shumë më i kufizuar, ashtu që në këtë drejtim aplikimi i metodave të ndryshme të psikoterapisë bëhet shumë me sukses prej psikologëve. Nëse e marrim Anglinë edhe disa vende tjera zhvilluar, me psikoterapi mirën edhe punëtorët social. Ndërsa psikiatri është ai i cili kryesisht e ka atë drejtën e përshkrimit të ilaçeve, se janë disa gjendje ku është e domosdoshme që të përdoren ilaçet nuk mund të përshkruhen, nuk i përshkruajnë psikologët, ashtu që është e nevojshëm intervenimi i
psikiatrit apo neuropsikiatrit që është vetëm një Gjithse me sa term po e i kuptoj, hershëm. neuropsikiatri është më e thellë, diçka pasi që aty përfshihet edhe neurologjia. Ka një uri edhe më të thella. Dhe cilat janë pikrisht, të themi, ato probleme të shëndetit mendor që ne duhet dim t'i dallojmë, sepse shumë herë gjatë çrregullimeve, problemeve të shëndetit mendor, kryesisht ka edhe panika, frigra të mëdha që mos është ndonjë smundje serioze, sidomos në pjesën e kokës, ato ngulfatjet, frymarrja, zënia e frymës, marrja e mendve. Kur janë ato simptoma që duhet i drejtohemi mjekut e jo t'ja lëmë ankthit apo Shikoni, stres? nëse e marrim stresin edhe ankthin, janë dyja të shumë të nevojshme për funksionimin ton. Përderisa stresi e ngrit nivelin e adrenalinës, është një generator që na vën në funksion. Ankthi është një kujdestari joni i cili mundohet me na bët kujdesshëm në veprimet tona. Ku është problemi? Në momentin kur stresi na bën jo funksional, na pengon në jetën tonë të përditshme, në funksionimin tonë në vend punës, në mjedisin social, në familje, atëherë është kohë që të kërkohet një ndihmë profesionale. Ndërsa të ankthin e kem një frikë, nëse këtu në studio na hyn një gjarpën, ajo frikë ka emrin e gjarprit, një qen i madh, ajo frikë ka emrin e qenit. Mirë, po nëse e ndim një frikë të tillë, edhe nuk mund ta emrojmë, është një ndjenje që na përfshin. Ajo është një ankth. Ankthi është kryesisht diçka që lidhet me të ardhmen. Qoftë një ankth për gjendjen tonë shëndetësore, qoftë një ankth për çka do të ndodh me anëtarët e familjes, qoftë ankthi kur jem në mjedis sociale dhe na përfshin një frikë e madhe. Ankthi në momentin kur fillon që ta ndim se nuk jem funksional, nuk jem atë që funksionojmë çdo ditë, atëherë kërkon një qasje, të shumë varësisht prej llojit, varësisht prej gjendjes, varësisht prej aftësisë së individit për me rimarr veten, dallojnë edhe për ka intensiteti edhe për ka natyra. Në shumë të në rasteve unë them se nuk duhet me u brengos shumë, nuk është smundje, se shumë shpesh ne ballafaqohemi me disa kriza emocionale që unë i quaj edhe si zhvillimore, për shkak se me to ballafaqohemi qysh prej familjes. E kem ankthin e ndarjes kur shkojmë klasën e parë, e shohim mësusën, e dim se ajo ka me zaventësun anën për 4 orë, po kur i shohim edhe 30 fëmijë tjerë, atëherë në një nanë që në të shtëpia se ndaj me askend, mësusën do të me nda me 30 vetë. Ne e kem një top me cilin bojmë çka dojmë të shtëpia, ndërsa në shkollë duhet mbas një topi me vrapu 30 fëmijë tjerë. Edhe aty fillimi është si një rivalitet por ma vonë. Atëherë kuptojnë se nuk janë rival tonë, po janë shok tonë. Edhe i kemë mësa në i krizat të adoleshencës Për shembull, e i kemi ndëgjuar njerëzit që shpesh më kanë ndodhur edhe mua edhe kolegëve të mi apo të afërm që kam dëgjuar që nuk e di çysh kesh mirë, më kapi një ndjenje frikës, një tut, do dridhuna. Pse kjo është ajo pikrisht kur ne ndoshta edhe kemi qenë mirë në ato momente dhe si akumulon, pse truri i sjell këto frikra ku ne as nuk e dim pse po friksohemi në ato momente. Janë këto shumë shpesh ne akumulojmë një energji psikologjike e cila e ka një efekt negativ në ne. Edhe ne në atë kuptimin e përbim, e te i kaloj. Edhe atë ndjenjë nuk e ndajmë asken tjetër. Edhe ne harrojmë se lukthi është sa madhësia e grushtit, edhe mendojmë që është një cisterne naftës edhe aty nxen me fut gjithçka. Vjen një moment kur ne shpërthejmë. Pra kjo është deponuar diçka jonja. Është diçka që është deponuar. Edhe zakonisht është ajo kur ne humbim një baraspeshme vetë.
Dhe shpesh kjo na ndodh tash pak edhe pak si shaka në këtë pjesë të paraditës që neve shqiptarëve qysh ke tupi qaj edhe vdish. Pa e dit, pa qenë të kujdesëm se çka po ndodh me trupin ton. Pa javnu mendjen të themi jemi mësu vetëm me sëmundjet, yndyrën në gjak, sheqerin apo të tjerat, pa harru që edhe mendimet, edhe emocionet, nëse deponohen ato do të shkarkohen një ditë, edhe do të sjellin këto reagime. Ato janë si tullumbacet e fëmijëve. Nëse i frym vazhdimisht edhe nuk i lejojmë me dal, ajo do të shpërthen një moment. Por në momentin kur shpërthen, atëherë kemi mbledh në përdhom ato copzat e tullumbacës. Ashtu që duhet me umësu, mos me i leju vetës me grumbullu aq shumë. Çfarë duhet bëjmë? Zakonisht unë e thon pjesa më e rëndësishme e jonja është familja. Edhe aty e gjejmë mbështetjen edhe për krahun. Problemi më i madh është kur e kem një ndjenjë të cilën nuk dojmë me nda me të tjerët, kryesisht e marrim një pozicion mbrojtës ndaj antarëve tonë të familjes, thojmë kjo është brenge jamja, mos ngarkoj me këtë nanën, babën, vllaun, motrën, edhe mundohet me te kalu krejt. Ndërsa kur flasim për shoqëri, është një problem se jo gjithmonë e kem besimin e plot. Edhe një frikë na ndal që ne t'i japim disa pjesë, por jo të tërë. Sikur se ato figurat e pazën. Unë e flas tërkohën. Edhe askush s'mund me thonë se nuk po flas. Mirë po e jap vetëm një pjesë aty në copzave të mozaikut një pazë. Mas andaj dikuj tjetër ja jap do tjera, dikuj tjetër ja jap do tjera, por asnjëri prej tyre nuk mund me formuat fotografinë e plotë, dhe askush mund me na akuzu se s'po flasim. Po mënyra qysh po flasim, qysh ato i qesim, prap mbeten shumë brenda neve. Dhe për këtë arsye dhe psikoterapistët të thonë që për me mujt me të ndihmu, duhesh me tregu ngjarjen ashtu si çka qenë komplete, jo me ndapu, me fsheh diçka. Që zakonisht edhe ndodhet për shkak të stigmave, paragjykimeve që mundemi me pas apo frikës nga paragjykimet që e kemi kryesisht. Psikiatria është një fushë shumë më specifike, se na nuk miremi ose shumë pak miremi me trupin. Miremi me mendjen, miremi me shpirtin. Edhe kjo është ajo e veçanta, dhe kur dikush na drejtohet neve, thjesht është një person i cili ka nevojë për një ndihmë. Ashtu që detyra e një psikiatri, një psikologu, është që ta fitoj besimin e individit. Nëse individi ju beson, ju keni arrit apo i keni kry gjysën e punës. Pjesa tjetër e punës është ajo profesionale. Si kur ju vjen dikush i dëshprum, i mlefosur, a i pret dikush me kuptu. Dhe nëse ai e sheh, se është shumë rëndësi me qeni përkushtum, nëse ai e sheh përkushtimin e juj, atëherë si informat këtyse për të do të unë e po vlej, dikush po e kushton kohën e vetë për mu, se koha është një pjesë e jetës, edhe unë e vlej diçka, edhe ajo është që i ndihmoni me rikthyni vetë vlerësim të individi. E nëse ai e krijon atë përshtypjen se ju nuk po e dëgjoni, se ju nuk jeni përkushtum, atëherë ai thellohet në atë ndjenjen e vet se është i vetmuar. Se shpeshherë nuk është problema i kem 20 veta në ndalomës. Mjafton në ndjenja me undi se jemi vetë edhe se askush s'po na kupton. Ajo ndjenja se jemi vetë, ajo dhe më shumë. Edhe është një dhimbje cila nuk kalon as me paracet, as me brufen, se është një dhimbje e shpirtit. E aty është terapeuti ai i cili e bën atë person të ndihet sa i vlen edhe sa i nuk është vetë. Abuzojmë edhe vetë pa përshkrim të mjekut, për shembull një qetësuese, marrim s'po ndihem mirë, për shkak që po bën mirë edhe
llojin pa e ditë, pa e kërkuve që e përdorim. Çka bëjmë me këtë? Më ka tregu një kojshike që i ka ndihmu shumë edhe s'është keq me Po, provu po, me marrë. kjo është po. Ajo është një përshkrim. Pjesë e mund ka po mirë. Mjerisht tash kohëve të fundit veç po e shoh një ndryshim kualitativ sa i përket barnatoreve tona, se nuk po japin ilaçe psikotrope pa recetë. Kjo është shumë e mirë se do të kem një kontroll. Po edhe numri atyre që nuk e respektojnë këtë rregull, jo që është i vogël, për shkak se mund shpeshherë barnatore me marr qetësues, substanca të ndryshme psikotrope dhe me i përdor pas një përshkrim. Mandej cili është problemi? Njerëzit shumë shpesh vinë me një listë diagnozave prej Google-it, efektet Tani edhe ChatGPT-ja. tash edhe ChatGPT-ja, efektet anësore të ilaçeve, edhe atëherë është një problem shumë i madh për neve profesionistat. Po çka është shumë me rëndësi? Është shumë me rëndësi kur fillon trajtimin, kur e kërkon një ndihmë profesionale, është me i besu plotësisht profesionistit i cili e drejtu, po flasim për psikiatër. Për shkak se ai e bën një planifikim të trajtimit. Ai e din edhe kohën edhe dozën e ilaçit që duhet me përdor. Ajo është shumë e rëndësi. Se një problem tjetër është në varfëmëri, nuk e hapim portën për me hym brenda, edhe po hym në varfëmëri, aty shasim, pa e kuptu që kena fillu me kriju një varfëmëri caktume. Ashtu që i lusë të gjithë, të mos marrin ilaçe me vetë përshkrim, që të konsultojnë një profesionist, një psikiatër, neuropsikiatër, për ilaçet të cilat po i përdorin, për shkak se kanë herë shumë vështirë me dalë prej tyre, se kanë atë efektin e lanjes së ilaçeve, që shpeshherë din me qenë mjaft problematike. Thash, psikolog nuk përshkruajnë. Po ne kem një shprehi shumë të keqe, shumë shpesh e diagnostikojmë vetën kur janë ato që të panikës, apo një gjendje e një ankthi të vazhdueshëm, apo një ankthi më intenziv, e diagnostikojmë vetën si depresion, ose si psikotik, ose jem të prirur me etiketu të tjerët. Du të me pas shumë kujdes se jo çdo ankth, jo çdo pikëllim, jo çdo mlef është smundje, është çrregullim. Aty hyn edhe xhelozia, nëse është normal se është një mënyrë shprehje e asaj që dojmë me mbrojt. Mirë, po në momentin kur ajo xhelozi fillon me qenë patologjike, kur neve na pengon në funksionimin ton, atëherë kem nevojë për trajtim. Dhe shpesh shprehjet ankth, xhelozi, ankth, depresion i përdorim vende pa vend. Se ka momente kur ne jem dëshprum, kur ne po kalojmë në për një krizë emocionale, nuk do të thotë se jem të smut. Aty mjafton një përkrohje, një profesionist i shëndetit mendor, një mbështetje e tij, një ndjenjë që ju rikthen ndjenjën se nuk jeni vetë, edhe te i kalohen edhe pa ilaçe. Por në momentin kur profesionisti vlerëson se duhet me marrë ilaçe, atëherë duhet me pas besimin e plotë ai se ai është i cili e ka për detyrë edhe e bën zakonisht edhe planifikimin e trajtimit, edhe kohëzgjatjen e trajtimit, edhe për kujdesjen për mos me kriju një vashmëri te ju. Zakonisht ka dim na me bo tjetër është shkojmë një herë ose dy, na ka bo hajrë, kena ranë terapi, edhe vazhdojnë me atë terapi pa e pas një kontrol, se çdo ilaç për mua nuk ka depresion
me përjashtim depresioni madhor ose kur është pak a shumë gjenetik, i cili nuk shërohet, nuk ka ankth, i cili mbetet për ta jetën. Aty çka është shumë e rëndësishme është fuqizimi i personit. Për shembull, na dallojmë, edhe ajo është terapi shumë individuale, nuk është një terapi cëllën ti e merr një fletë dhe qetike aty edhe për këtë hap. Ajo është shumë individuale se çka ka nevojë një person. Edhe një faktor stresues. Nuk është njësoj stresues për të gjithë. Dikush e merr ma normal, për dikën është diçka më traumatike. Shumë e rënda dhe niveli i traumës është shumë i madh. Jo çdo sen është smundje, jo çdo sen është çrregullim. Për këtë është shumë e rëndësishme e pas një besim shumë plotë terapisti, qoftë te psikologu nëse e vlerëson se ka nevojë për seansa psikoterapeutike, qoftë te psikiatri, kur e vlerëson se duhet me marrë ilaç atëherë, duhet me pas besimin e plot të ai, edhe me qenë të rregullt në vizitat kontrolluese, se ato përcaktohen mu me qëllim për me pa efektin e ilaçeve dhe kur është nevoja me dalë prej tyre dhe personi është mjaft i fuqizum për me u ballafaqu vetë me probleme. Ju tregu që jeni gjenerata e fundit e neuropsikiatrëve që ka qenë e lidhur neurologjia me psikiatrin, pra keni mjaft të themi njohje, dije shkencore me atë se çfarë keni studiu. Dua pikërisht të ndërlidhem këtu, si funksionon, është e vërtet që truri ynë funksionon natyrisht varësisht dhe mendimet se çfarë i fusim. Shohim në rrjete sociale informacione nga më të ndryshme të huajat që tregojnë që nëse ti ja përsëris vetes një gjë që do të bëhe mirë, edhe do të jesh i tillë, apo unë nuk jam mirë dhe nuk do të jesh mirë. Qëndron kjo sidomos kur kemi të bëjmë me disa prej problemeve të shëndetit mendor, jo të gjitha. Këtu më shumë bëhet fjalë për një autosuggestion. Nëse krijojmë një suggestion se jemi të smur për një kohë, vërtet filloni me funksionu më ndrysh. Do thotë kjo qëndron. Kjo qëndron. Mandej nëse thoni se jeni e fuqishme dhe te i kaloni, atëherë do me thonë se po e mobilizoni vetën, po e gjeni atë të mbrëmshmën e juve dhe po e mbrini një barazvesh me vetën, është shumë normal që kjo është ajo shkalla kur ju e rimerni vetën. Po jo të gjithë personat këtë aftësinë e rimarrjes e kanë të njëjtë. Nuk kanë kapacitet njëjtë. Kur jemi tek problemet e shëndetit mendor, më të shpeshta që i ndëgjojmë si shoqëri stresi, ankthi, depresioni. Por me atë çfarë edhe keni punuar gjatë menaxhimit të qendrës së shëndetit mendor në Kosovë, cilat janë tjera problematike që kryesisht i shqetësojnë qytetarët tanë sa i përket problemet shëndetit mendor? Po e marrim problemin e shtatzanisë. Kur kem gjendje psikologjike ku ndihemi ose më të friksuar me më shumë ankth, jo rallëherë edhe depresion, mandej edhe periudha pas lindjes. Këto janë çrregullimet që janë si pasojë e ndryshimeve hormonale që ndodhin në trupin e nanës. Në trupin e nanës. Shpeshherë edhe personat me probleme me tiroide. Mas pari fillojnë me paraqit simptomat të depresionit. Do me thonë, kur kem ndryshimet niveleve hormonale, është shumë normal me pas me qenë përcjellura me ndryshime emocionale. E marrim edhe një pjesë e madhe e femrave gjatë ciklit, para ciklit edhe pas ciklit kanë ndryshime Shumica e thonë atë fjalën që një javë përpara me mdal dikush e shky. Këto janë ato ndryshimet emocionale që janë si pasojë e ndryshimeve hormonale. Ashtu që duhet me pas kujdes se kanë shumë nevojë për mbështetje edhe për përkrahje nanat gjashtë zanisë edhe pas lindjes. Ka një nevojë shumë të madhe për një mbështetje edhe për një ndjenjë të sigurisë se nuk janë vetë dhe se
do të atë i kalojnë. Edhe me kuptu se ajo nuk është smundje, por është thjesht një gjendje e cila kërkon një përkushtim më të madh. Dhe kemi pa shumë nana të reja, jemi ballafaquar ndoshta edhe në pritje kur kemi qenë në ndonjë ordinancë që kanë ardhur për shqetësime që nuk po ndihem mirë, po kam frikë, e kam këtë shqetësim pas lindjes, por kemi pasur raste kur kemi pasur shoqëruar nga nanat ose vjehrat që kanë thonë, "Ej, na ka 7-8 i kemi bue dhe nuk kemi pas kësi probleme." Kjo pastaj edhe po i frekson më shumë, atëherë unë me të vërtet pas na ndonjë smundje. Pse atëherë janë marrë pak më ndryshe, këta është pak më. Janë marrë pak më ndryshe se kujdesi për shëndetin mendor nuk ka qenë këtë nivel. Na folëm se jo fort larg para luftës Kosovë, psikolog Kosovë janë numru në gishtat e një dore. Mandej s'mund të flasim për një psikoterapi, ndërsa mas luftës edhe tash na kemë vetëm Prishtinë ma shumë kolegje ku ka fushë e psikologjisë studiohet se që kemë pas psikolog, tash e kemë një armat të psikologëve. Cëlla është e meta? E meta është se nuk po i shfrytëzojmë kapacitetet cilat janë kriju. Edhe një numër i madh i psikologëve po mbeten pa u shfrytëzu përderisa kemë nevojë shumë. Për shembull e para është që duhet me ndrohet dhe ligji i shëndetit mendor dhe ligji i shëndetësisë që psikologët të jenë edhe në nivelin parsor shëndetësor. Se ata do të bëjnë një triazhim edhe një parandalim të individët për mos me u përkeqësu gjendja e tyre shëndetësore emocionale. Aty është një ndryshim edhe aty do të ketë plot vende të punës, por do të ketë edhe një nivel shumë më i lartë i shëndetit mendor. Unë e shoh të ri tash kanë shumë më tepër guxim për me kërku një ndihmë profesionale, se që ka qenë përpara. Shumë më vështirë moshatarët e mi e mbledhen atë guxim edhe me kërku një ndihmë profesionale. Të rit janë tash shumë më të hapur që është diçka shumë e mirë dhe shumë inkurajuese. A ekziston stigma ende? Po, stigma është prezente, edhe kur isha në Amerikë në një specializim dymujor, niveli i stigmës është edhe atje mjaft i lartë. I lartë. Po. Sa i përket shëndetit mendor. Mendojmë që atje pak më hapun. Kjo është diçka që edhe atje ki shoqëritë të ndame, se ki persona që janë kundër psikiatrisë, kundër psikologëve, se kjo është diçka që shërohet vetë. Ka rrymë të ndryshme. Por të ne thjesht është diçka që duhet ta krijojmë një besim. Që duhet krijojmë besim dhe derisa edhe hartova si plan projekt a them për muajin shkurt që të flasim për problemet e shëndetit mendor dhe të flas hapur që unë sërish po përjetoj ankth dhe kam kaluar edhe dikur sulmet panikut, edhe në këtë periudhë sa i kom fillu programet dhe ka pas raste dhe momente në filloi ditën e dytë biles e kisha sulmet panikut gjatë intervistës dhe u mundoha gjithçka ta tregojmë se çfarë po më ndodh në ato momente, u mundoha pak ta marr dhe me ka pak edhe qesh që në të kaluarën drejt me thonë kisha me ikë për studios, mos kisha pas informata edhe me forcu pak vetën edhe me pa që dikur ankthi ka për me shku edhe shkon në qofse e trajtojnë. Por ka pas shumë paragjykim, ka pas edhe shumë mesazhe të mira që bravo që edhe po e tregon hapun, sepse këtu jam edhe për dëgjuesit, edhe për shoqëruesit tanë, me tregu që kjo mundet me ndodh gjithsecilit, por ka pasur edhe raste të ralla që më kanë shkruar që mos e trego se njerëzit kanë me baraqiku, kanë me mendu që je çmendur, kanë me mendu kështu që unë mendoj që është koha të flasim hapur kur kemi ankth, kur kemi sulme paniku. Ju ne psikiatrit a keni ndonjëherë shqetësime, a shqetësoni ndonjëherë? Po dhe ne jemi njerëz. Unë të përshkruaj për shembull ditë e para të pensionimit tim. Për një herë ma nuk i duhesh kësaj shoqërie, e ke kry atë shekullin tonë të punës, të shko të shtëpia dhe veç rrej Kjo le shkon për gjithë pensionerët që e kalojnë ditën. Kjo ka qenë një ndjenjë jo shumë e lehtë. Por çka është me rëndësi? Është me rëndësi me e gjetë një baraspesh me vetveten, me i dhonë kuptim. Tash nëse ke
ndjenjën e ankthit tash, nëse ke ato që të panikës, ti e fuqizu deri në atë mos që me i menagju vetë, se është niveli vetë besimit tonë shumë ma i madhë, se ti e ndërgjeshme se çka po ndodhë. Dhe mjaft e fuqishme me e menagju atë gjendje. Po në fillim, kur s'jon atëherë, me një atak të panikës ne dalim nëse jem në një vend publik. Se presim tash ka me mrat fik, tash krejt kanë me kuptu se jom unë i smut, edhe kjo është shtrëngon edhe ma tepër edhe ma tepër. Po flisnim edhe për këtë moshën e shtyer, përmendet edhe pensionimin se si ndikon. Sa tek ne në Kosovë janë të vetëdijshëm dhe e kanë të themi atë guximin edhe moshat e shtyera me kërku ndihmë tek psikiatri. Është pak vështirë se ne mosha tashma mosha e tretë, thjesht nuk ka qenë diçka e zakonshme se është trajtu psikiatri si personi cili mirët vetëm me të çmendur, vetëm me të smut psikik. Ndërsa tash psikiatria shumë më tepër zhvillohet në parandalimin e gjendjeve të ndryshme emocionale, në spjegimin e tyre, në fuqizimin e personave, e tek masandej vjen përshkrimi i E kemi pasur një mesazh nga Suedia, tregonte që nana derisa ka jetu këtu ka menduar që ka pas hipertension dhe është trajtuar me medikamente për hipertensionin, derisa kur ka qenë atje tek në Suedi ku ka qëndruar tek djali i saj, ka pasur që ka pasur probleme të brendshme, të emocionale, si ankth, sulmet panikut dhe këto që ja kanë ngrit tensionin. Dhe me qetësimin e gjendjes së saj shpirtërore ta quajmë apo të shëndetit mendor, edhe tensioni është stabilizuar dhe më thot nuk përdor medikamente për hipertension. Ka dhe raste të tilla? Po, shumë. Kjo është psikosomatika. Varësisht se qysh do të shpërthej ajo energji. Nëse ne i thejmë dikujt se na flasim për gjithçka përveç asaj se qysh ndihemi. Kjo është një tabu që nuk e flasim, është pjesë e kulturës tonë. Edhe nëse dikujt i themi se nuk po ndihemi mirë, kom një frikë, kom një parandjen, s'po muj me qetësu vetën, atër tjerë thënë, kjo s'ko ka mirë, pas ka shikë. Dhe kur paraqiten simptomet psikosomatike, qoftë lukthi, kjo është një mesazh se unë e kom nevojë për kujdesin e dikujt. Unë e kom nevojë për një ndihmë, po ajo manifestohet përmes smundjeve organike, simptomeve organike. Nëse arrim një stabilitet emocional, me qetësu vetën, është normalisht se edhe gjitha këto simptome kanë me u tërhiqë dhe kanë me që ndjenë shumë menjë. Doktor, faleminderit shumë që ishit me neve, kënaqësi që të kishim. Faleminderit edhe një herë për këtë hapësirë, edhe për këtë kohë mediale, sa i përket shëndetit mendor, edhe jo çdo frikë, jo çdo dëshprem, jo çdo mlef, është çrregullimi i shëndetit mendor. Ato janë pjesë përbërëse të jetës në momentin kur ndihemi të pasigurt, një bisedë me një profesionist shëndetësor do të ndihmoj shumë, edhe mos hezitoni. Nëse nuk hezitoni me shku të dentisti për dhëmë, nëse nuk hezitoni me shku me i rregullu flokët, doni me u duk bukur, pse jo edhe me undi mirë. Ja, undi mirë dhe kur ndihemi mirë dhe këto tjera do duken bukur, padyshim. Faleminderit shumë që ishit me ne. Ishte kënaqësi.